vërtet është e jashtëzakonshme. Për momentin ti je pjesë e castit të një nga prej musicalëve më të famshëm në botë. Ne këtu nuk na vijnë shumë lajme nga musicali, por nëse futen njerëz janë të interesuar është Notre Dame de Paris, përveç se muzikën e njohim, ka një sukses të jashtëzakonshëm dhe ti sa shfaqje bën në vit? Unë në vit, Ti Esmeralda njështë ta theksojmë, Esmeralda është personazhi kryesor për ata që nuk e dinte Notre Dame de Paris. Është vajza, është historia e dashurisë për të cilën vriten njerëz edhe dëshurohen, vritet dhe ajo, po. Spoiler alert. Vritet po. Dhe është Është super shfaqje. Është një mrekulli, është një shfaqje që ka fituar Guinness, nuk e di disa herë, për shikueshmërinë më të lartë në spektator në gjithë botën. Shkruar, kompozuar nga Ricardo Cocciante dhe teksti nga Luc Plamondon, i cili ka shkruar gjithë jetën e vet për Celine Dion, kështu që ndihem më se me fat të jem roli kryesor i kësaj shfaqje dhe ta mbart në të gjithë botën në gjuhën franceze, dhe kur kthehemi në Itali të jem prap lideri në rolin e Esmeraldës në gjuhën italiane. Jam një ndër personazhet më dashuruara të botës musicalit. Dhe çuditërisht është aty ku unë kam gjetur pak edhe vetbesimin tek unë si femër, sepse duke fake it till you make it, duke fake it all the time on stage, që t'jem e bukur, që t'jem seksi, që t'jem e besueshme që këta meshkuj më duan realisht. I had to fake it even more çdo natë, edhe u zhova një ditë dhe e besova dhe por është me vërtet një ndër personazhet më të dashuruara në historinë e romanceve, musicaleve etj. Dhe ka 8 vite që unë jam pjesë e kësaj kompanie botërore. Jam kurioze sepse ne nuk kemi eksperienca të tilla, patjetër që gjithë këngëtarët kanë eksperienca që këndojnë të njëjtën këngë të tyre për 20 vjet, derisa nuk duan ta këndojnë më, por të tilla eksperienca kanë kryesisht tenorët dhe sopranos, që kemi në të famshëm botë, që mund të shkojnë me Traviatën për vite me radhë, mund ta çojnë diku, por edhe musicali është i njëjti, pra kur shkon në përbot, në West End, në Londër apo në Broadway, mund të shohësh Aidën që ka 20 vjet apo 30 vjet që jepet, Mbreti Luan, Lion King që kanë 30 vjet që jepen, Fantasma e Operas. Domethënë ndrohet kasti, por dhe 8 vjet është goxha eksperiencë me një rol. E para se doja të nisja pyetjen, sa performanca bën në vit? Jam kurioze për këtë agjendën tënde, se e di që ti ikën prap me njërë mbas festivalit dhe këtë bën gjithmonë. Sa mbaron ikën direkt. Është vërtet. Ke një shfaqje në Paris, apo jo? Kam disa shfaqje në Paris, me datën 20 është finalja e festivalit këtu në Pallat Kongreseve, dhe me 21 dhjetor unë jam në Pallat të Kongreseve, jo këtu në Paris, për debutin. Shumë domethënë është e famshme. Patjetër, është një ndër ambientet më të bukura, më të famshme të Parisit për të luajtur çfarëdo lloj vepre. Dhe ndodhem atje deri me datën 4 janar. Pastaj pas asaj do nisem për Shanghai, sërish me Notre Dame, dhe pas asaj do jem në Milano. Shiko, herën e fundit që folëm bashkë neve, jo për intervistë, po flisim për diçka tjetër, ti ishe më duke në Shanghai, ishe një herë, apo ku ishe në Azia, ishe në tetor? Në tetor kam qenë në Seul. Në Seul, ishe në Kore. Po, isha në Kore. E dua shumë Seulin, është i mrekullueshëm. Seuli, po. Edhe Shanghai më the që është. Edhe Shanghai, shumë nice. Jashtë kësaj bote fare. Shkina është jashtë kësaj bote fare, sepse siç po të thoja në një bisedë tonën, ti je në Shanghai dhe shumica prej nesh një Shanghai, një Pekinin, janë dy botë të cilat me qëra fjala nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pekini është shumë i vjetër, shumë klasik, ndërsa Shanghai është modern, është drita, është skyscrapers, është diçka e paparë. Po dhe teknologjia atje një teknologji e frikshme. Edhe ti bën një udhtim për 1 ore me tren, edhe ndodhesh në një fshat që mund ta quash. Nuk e di as emrin dhe nuk do t'ja mbaj mend as emrin, dhe dham shfaqje atje 1 javë rresht. Edhe kur mbërritëm në këtë fshat, kam parë një ndër qytetet më të bukura të jetës sime, dhe nuk e kisha dëgjuar as emrin ndonjëherë në jetën time, dhe të mendosh që ne mendojmë që Kina është vetëm Shanghai ose Pekini ose ndonjë qytet tjetër pak më i madh, por në të vërtetë Kina është out of this world. Me fjalë, zhvilluar jashtëzakonisht, po është shumë lart. Është një super fuqi.
E duan shumë të shfaqin Aziz, se shkon shumë në Aziz, si janë? Duan Si janë këto fansat e Aziz? Janë shumë të dashur, janë shumë dhurata bërës, nëse mund thuhet. Në kuptim. Në kuptimin që për respekt ata të dhurojnë shumë nga lulet tek suvenirët e tyre që mund të jenë të Kinës ose të Kores, të dhurojnë edhe gjëra të tjera më ekstra që më ka qelluar, po lule, dhoma hoteli tim është gjithmonë plot me lule, plot me lule, dhe është diçka që unë e shoh që më duket shumë e bukur, sepse është një vlerësim. Dhe janë shumë të kujdesshëm, nuk të bezdisin asnjëherë. Domethënë, nëse duan të kërkojnë një foto, janë please, take a picture, janë shumë të edukuar dhe është diçka që nuk mund t'i thuash kurrë, asnjëherë. A e kujton premierën e parë me Esmeraldën? Po, ka ndodhur në Paris në Pat Kongreseve, para 8 vitesh. Oh my god, unë nuk e njeh frëngjishën akoma. Ricardo Cocciante ka patur një besim prej të çmendur me mua, sepse unë mora rolin e dytë si Esmeralda, sepse nuk fitova dot parin, sado që bëra një vit audicione etj, u përgatita, prap nuk meritoja të fitoja të parin, nuk isha gati. I agree with that, duhet punoja më tepër. Fine. Edhe kur më dhan rolin dhe rastin të dalë në skenë dhe të këndoj për herë të parë Esmeraldo në Pat Kongreseve përpara nuk e di sa njerëzve në frëngjisht kam gatëruar tekstin 2 herë në ca momente dhe Edhe në Paris. Edhe në Paris që të marrë vesh se hajde në Kinë. By the way, më ka ndodhur edhe në Kinë, po jam mërzita më parë. Nuk e mbaj mend, duket bukur gjithsesi. Ndodh, prandaj kërkojmë gjithë që të mos filmojnë gjatë shfaqjeve, se mund të kenë gjithmonë aksidente të tilla që njeriu nuk do që të ngelet në internet, të lutem, sepse jemi njerëz, bëjmë 9 shfaqje në javë dhe ndonjëherë ndonjëri nga ne mund të jetë jo 100%. Ajo 100% që fakt është e rëndësishme dhe unë kam dëshirë që kur ul artist këtu ta theksoj këtë gjë sepse njerëzit shohin vetëm një orë ose shohin një klip. Një klip ku njerëzit janë veshur bukur, artistët apo shohin një performancë në skenë me drita me gjëra dhe nuk e din se çfarë ndodh pas. Dhe sidomos kur ke shfaqje të tilla ku ti padyshim ke edhe një double, ke edhe një person tjetër apo jo? Patjetër. Po patjetër, ke edhe person. Patjetër. Por kur ti, do të thënë, kur ke kohën tënde, shfaqjen tënde që duhet dalë performancën tënde, duhet të jesh gjithkohë top sepse ai njeriu që të shef ty atë ditë që ka ardhur ka prerë biletën, nuk e di sa kushtojnë biletat për Esmeraldën? Minimumi 100 euro sipër. Që ka marrë 100 euro, që ka rezervuar prej kohësh, se besoj që është dhe sold out në shumë. Në gjithandej sold. Gjithandej sold out. Atëherë ai nuk do t'ja di fare. Kjo është besoj një nga mësimet që ju merrni, nuk do t'ja di fare se kush ka nga ata aktorë që janë më moshoqarës dhe thonë, hey, kjo është ajo që mund t'jap sot dhe këtë do t'jap sot. Ka nga ato karaktere që jam unë, që nuk t'ja fal vetes gjallë në botë nëse unë nuk jam 120%, nuk ja fal dot vetes. Më ka ndodhur patjetër, por kam qarë, jam mërzitur, nuk ja fal dot vetes. A kujton një moment që ke pas shumë të vështirë, që ke shkuar kështu me si thua, kur kishe një pesh, kur je ngjitur në skenë? Po, ka patur shumë momente të tilla, sidomos mbaj mend në Pat Kongreseve isha me temperaturë, isha vërtet e sëmurë dhe double im gjithashtu ishte e sëmurë dhe nuk këndonte dot dhe më dhan ne kemi një fizioterapist tonin që kujdeset për ne për gjithçka dhe me peshën time më dha kortizon për zërin, gjë që unë nuk kam dëshirë ta praktikoj. Por në momente të tilla nuk mund të anullohet shfaqja vetëm për një këngëtar, se janë gjithë duke pritur jashtë për të filluar shfaqja. Dhe më dha kortizon më tepër se sa që duhej për peshën time, me sa duket. Dhe unë e kam mbaruar atë shfaqje, akoma e kujtoj sot, mirë që e fillova gjithë hadhe, gjithë lodhe, isha me temperaturë, isha e shkatërruar fare, por duhe i bërë. Ama akti i dytë është shumë i fortë. Akti i dytë është Esmeralda është në burg, Esmeralda është po torturohet, Esmeralda është po varë. Po është bërë virale ajo skenë në fakt aty në burg, Po, është shumë nice, shumë e bukur. Ke një monolog, s'mund ta quajmë. Po, është pothuajse një monolog, që ajo i bërtet më në fund pritit i thot pse më urren kaq shumë. Anyway, edhe në ato skena
nga kortizoni tepër që unë kisha në gjak, filloi të gjakos nga hundët. Çfarë thua? Dhe duke sigurisht e Gjatë gjithë reale, performancës. po, dhe kisha frikë nëse merrja frymë me gojë, sepse ndonjëherë duhet marrësh frymë shpejt, të mbushesh diafragmën që të mash gjithë frazën tjetër më pas gjatë. Janë gjitha gjëra që duhet t'i mësosh përmendesh që të mos bësh gabime. Dhe kisha frikë mos futej gjaku në gojë dhe pastaj do ishte problem akoma më i madh. Ama kjo puna e gjakut fillon duar trokitjet e mëdha se njerëzit po mendonin që ishin efekte speciale që wow, në Notre-Dame, por në të vërtetë ndodhi e vetë edhe kur vdes Esmeralda, që është momenti që Quasimodo këndon këngën e fundit mbi të, më shef në një gjendje që s'm kishte parë asnjëherë. Unë jam e vdekur, do një jam në fund kjo gjë mbaroi. Por mbaroi unë e gjakosur gjithandej, ai mundoi të pastronte, po unë isha. Nuk e dija ka fotot e asaj gjës, ndokun do mundon t'i gjej, po. Janë çështjet fizike më të forta se emocionale, sepse patjetër dhe 8 vjet mund të kesh pasur dhe gjëra emocionale brenda në familje apo të tuat që mund të shkosh dhe me atë ngarkesë. Është më po ato si menaxhon në skenë. Çështjet psikologjike dhe emocionale janë më të forta se sa ato fizike. Ato fizike kam mësuar t'i trajtoj mirë, kam mësuar të bëj palesën, të haj mirë, të bëj kujdes dhe e kam hakeruar trupin tim, le të themi deri diku. Ato psikologjike akoma jo. Edhe pse mundohem, është gjë më e vështirë. Ndodhin probleme familjare, ndodhin je larg nga i dashuri jot, dhe nuk e takon për një vit e gjysmë, sepse je në turne, dhe ai ka punët e veta dhe nuk të takon dot. Dhe ndodh që ti ke frikë se po ftohet marrëdhënia, sepse unë jam tipi i tillë, nëse fiksohem që do ftohet marrëdhënia, dhe më humb, edhe pse nuk po bën diçka që të më mbash, e ke parasysh? Dhe janë gjëra që i mban, nuk e bën shfaqje njësoj kur i ke kësa gjëra në mendje se nuk i largon dot. Është e vështirë. Duhet futesh në karakter, nuk futesh dot në karakter sepse je Elhajda, nuk arrin dot të jesh Esmeralda. Po njerëzit a kanë qenë të kujdesshëm apo ai edukon ti njerëzit e tu më të afërt, qoftë partnerin, qoftë familjarë që të mos marrin atë ditë kur del në shfaqje? Apo nuk s'ke çfarë ti bësh? Janë shumë të kujdesshëm. Familja ime janë ekstra të kujdesshëm që të mos më shqetësojnë asnjëherë në ditët e shfaqjeve. E din shumë mirë kur kam datat off etj. Ledi nga ana tjetër nuk më me ngjall bota si gjë. Kur janë datat kur fillon. Po thuaj bëj një kështu me notification. O vllai, ta bëj një schedule, siç e kam unë, bëj edhe ti, bëj me 2 orare, 7 orare diferencë. Mundohet ama se na bëhet qefi. Po nuk i mban me ngjall këto data etj, por është karakteri i tij dhe nuk e shoh as pak sikur si diçka që e bën me dashje. Është thjesht karakteri i tij. Do dohet të kishte një karakter që nuk i shef gjërat me kaq përpikmëri dhe me përsosmëri, por jam e kundërta. Në fakt unë e thash edhe në intervistë me Aurela Gaçën, e cila po thoshte që kur shkova në New York, tregoi, atje kuptova sa rëndësishme është të bëj leksione, punoj me zërin çdo ditë. Dhe unë mora një shembull që je ti gjatë këngës magjike, se thash të gjithë ishin duke biseduar duke parë rrobat, grimin, thjesht ose në qetësinë e tyre, kurse më kujtoi që ti rije në banjë dhe bëje vokaliza dhe punoje deri në momentin e fundit. Edhe unë kam shumë respekt për disiplinën. Kam shumë respekt për këtë pjesën e kujdesit ndaj detajit deri në fund dhe mos besimit të tepërt. Unë them edhe të rimin e Andale, mos besoni shumë tek vetja. Pra bëni edhe një provë, se është si puna e gjithmonë e them si e palestrës, që ty s'po të del asnjë muskull, ti shkon çdo ditë s'po del, pa pritur kërceta i del. Ti thua po ku doli, po ishte gjithë ajo punë. Më thonë edhe sidomos palestra më ka dhënë ca leksione të çuditshme për se si funksionon edhe trupi është thjesht stërvitja. Është vërtet. Dhe kam vënë re një rigorozitet që ti ke ndaj që shpesh është përkthyer ky rigoroziteti që ke ndaj punës tënde, je shumë po fokusuar tek puna, shumë e disiplinuar si thua dhe vetë, edhe me ca njerëz e lëshojnë veten, thonë punë e madhe, unë kështu jam, ti thua jo nuk e lëshoj. Pra gjithë ky kontrolli që ke ka krijuar edhe një lloj distance edhe me njerëz, dhe natyrisht edhe jetesa jote në Itali, krijon një distancë që dhe atje kur e shija në festival. Dhe ma kanë thënë të tjerë në vende të tjera që ti je shumë e fokusuar tek pjesa jote dhe nuk je shumë sociale, sidomos në momentet para dhe nuk të kuptojnë. Është vërtet. Unë aty
unë realisht aty respektova shumë. Po ka dhe njerëz që nuk e kuptojnë këtë gjë të. Është e vërtetë. Nuk e di, të ka penguar ky rigoriziteti që ke dhe përqendrimi që ke tek çdo detaj i punës tënde. Më ka penguar kur isha pak më vogël, edhe dohet krijoja shoqëri, nuk dohet të dukesh as si mendje madhe, sepse më kanë ardhur edhe fjalë tilla që Elhajda është mendje madhe. Ose Elhajda nuk është sociale, është shumë e mbyllur etj. Më ka penguar sepse kur jam i vogël jam i ndjeshëm ndaj këtyre mbiemrave, le të them. Por në të vërtetë duke u rritur kam kuptuar që është forca ime. Në të vërtetë është forca ime, sepse pa atë rigorozitet, pa atë disiplinë, pa atë punë, pa atë dashuri, pasion aq madh që unë kam për punën time dhe e dua pafund, dhe jam me fat që e kam, sepse dikush më ka dhënë një talent që unë e dua shumë dhe e respektoj o vlla çdo ditë, këtë talentin tim sepse mendoj që nëse jo do ja kisha dhënë dikujt tjetër dhe jo mua. Ke parasysh? Kështu që nuk më vjen keq fare tashmë për ato miqësi që mund t'i kisha patur dikur, për ato kafe më tepër që mund t'i kisha pirë më shumë dikur, nuk më vjen fare keq sepse unë po bëj një jetë që e dua shumë. Është shumë e vështirë, është e lodhshme. Ato netët në hotel kur ti kthehesh pas shfaqjeve të shumta dhe 5000 persona të kanë duar trokitur, kanë kërkuar fotot, kanë bërë dhuratat, kanë dashur në shfaqje dhe ti kthehesh në një hotel të heshtur dhe je vetëm dhe e vuan pak këtë gjën, edhe të nesërmen zgjohesh dhe repeat të njëjtën ditë. Është e lodhshme. Kush janë njerëzit me cilët flet më shpesh, me kë flet që i ke patjetër gjatë javës duhet flasësh me ta. Atëherë është Ledi patjetër, është i përditshëm, Ledi. Edhe në korare të pa dhura, siç e kuptua, Ledi, se kam një mik. Spyes. Pastaj është Ledi tjetër që është vllai im i madh. Ai me ato flas më rrallë, por më shpesh se sa me njerëzit e tjerë. Ai është personi që unë i besoj çfarë do lloj fjale. Me fjalë, nëse ai është në good mood edhe më jep një këshill dhe më thot, "El, a din kush je ti?" Edhe unë e besoj. Se kështu janë familje, të japin vetbesim edhe pa qenë. Ta heqin ca kohë pastaj ta ngren prap. Ato din kur ta bëjnë këtë, menaxhojnë shumë mirë. Jo, po ky është papam. Kush je ti, moj vajzë? Dhe unë jam aty, kush jam unë? Bravo, e pasi një boosting aty. E kam, është vllai im i madh dhe e dua shumë. Dhe ka një gocë vockël e cila këndon dhe ajo dhe ka një zot, oh my god, mrekullueshëm. Anyway, let's not talk about the whole family. Do të flasim më vonë për gocën e vet, a kemi. Do të vi vet. Do vi vet. Na sigurt. Dhe pastaj kam 2 miqtë më të ngushtë që i kam në turne dhe janë Jay dhe Flo dhe i dua pafund sepse me ata kam orë të tëra duke qeshur, atë sa i them djema ka ardhur momenti që unë të futem dhomë dhe të mos rrimo me ju sepse po qesh akoma nesër nuk kam zë. Aq me fiksuar me zërin, do doja shumë të rrija me ata, por duhet kujdesem për zërin, se për ndryshe është një rol 3 orë në skenë, është sikur bësh një film zhonat, duhet qash, të qeshësh, të kërcesh, të rrish e vdekur, çdo natë e njëjta gjë, dhe është tiring sometimes, është e lodhshme sometimes, por është a big deal.